Me gjyshin? Po, me gjyshin. Ka pas pikë dobët faktikisht. Shpendin, gjyshi Shpendi. Shpendi. Po. Edhe gjyshi ka qenë faktikisht njeri aq korrekt, sa që thonë histori për të, domethënë që kur shkonte në kohën e komunizmit, duke qenë se ishte një diktaturë ekstrem strikte. Po. Edhe, si me thonë, ruheshin, shikoheshin. Ai kur shkonte për punu me thonë, aty ku punonte, ku kishte atë uzinën e vet që merresh, nuk jam shumë i sigurt me frutat apo me çfarë merren. I qepte xhepat e tij për me tregu që unë nuk fus gjë në xhepa. Çfarë thua mu? Po. Edhe shumë ishte. Edhe babai më shërrit me këtë virtyt, domethënë, duke pa babain e vet që i qepte xhepat e vet. Dhe i shkepte gjithmonë mas punës për me tregu që unë nuk fusa si do gjë. Se kam dëgjuar ndonjëherë këtë që mund të bëj. Ky është kulmi i ndershmërisë. Po. Morali tyre ka qenë shumë. Ti ke njohur gjyshin? Ja, nuk kam njohur. Kur ka ndruar jetë gjyshin? Ka ndruar pak para se unë të lindja. Ka ndruar para se... Nuk kam njohur. Nuk e ke njohur. Shpendi. Më bën përshtypje një lidhje kështu, sigurisht që babai me birin ose biri me babain kanë një, po të dy këtu du t'jenë tropoj, besoj, kjo foto. Tani kjo foto është në tropoje, por domethënë du të theksoj që cilësitë më kryesore të karakterit formimit të babit tim kanë qenë edhe trashëgimi nga gjyshi, gjyshi ka qenë, po them, një ushtarak, po them, në disiplinën e tij, jo në profesionin e tij, po në disiplinën e tij. Jo, me këtë që the ti s'ka, unë se kam gjuna njerë këtë këtë shvendëmëri. Okej, foto tjetër se kemi disa shumë të bukura. Po këtu i njëti, Shpendi është. Po, me hallën time. Ajo është halla? Po. Ajo atje? Po. Po këtu tani këta dy, mos është Azemi ky? Këta në xhaxhai, babi. Kush është babi? Ky apo ky? Babi është poshtë. Poshtë, ky, ka qenë vogël. Po, duket e qeshur. Ndryshon fytyrën. Dhe ai xhaxhai. Kush? Është xhaxhai madh. Si quhet? Xhaxhai që rri këtu në Tiranë apo xhaxhai? Këtu në Tiranë. Këtu në Tiranë. Edhe këtu ka përshtypje duhet të jenë në Tropoj o? Në Tropoj, patjetër se po, domethënë, ata kanë qenë super të bashkuar me njëri tjetrin. Halla me babin kanë qenë, domethënë, halla haronte ndonjëherë që ishte motra dhe ishte. Si quhej halla? Si quhet? Halla quhet Nuria. Nuria e Dare, po. Tani, kur është plagosur babaiut në parlament, të qarat e hallës tënde, unë nuk e harroj. Halla, po them, haronte që ishte motra e tij dhe ishte femër, e mendonte veten si shok edhe si krah dhe si shtyllë e tij, edhe kur kishte probleme, kudo që ai zinte halla donte ti shkonte ti dilte me gjoks para se cilit problem. Ishte më madhe. Po, i dukeshte gjithmonë sikur ishte motra madhe, dhe kur babi u bë deputet dhe ishte, si më thon, lider, ajo prapë më shikonte si vëlla të vogël. Foto tjetër? Këtu tani është familja. Po, kjo është foto që jam xhelos tash, domethënë që s'kam qenë këtu. E bukur fare, batutë e bukur. Kjo është nga fotot që unë jam xhelos, po them kuptimin e mirë. Këtu është Rudina, është Kiri, është mami, është babi. Tani Rudina është e madhja? E madhe është Kiri. A është Kiri, se tu ngjan Rudina si... E madhe është Kiri. Po? Edhe kjo është duke ngërë një darkë, më thënë, kujtoj momentet që pak mas saj fotos filloi duke, më thënë, ngeli mama ime shtatzan, më thënë, babi nuk donte ta dinte ishte çun apo ishte got. Nuk donte ta dinte? Jo, absolutisht. Se kishe këtë merak, dua djalë për shkak. Absolutisht, nuk e lejonte sepse thote ky fëmijë që është tani është dhurat mas diplomave në parlament. Është dhurat nga Zoti mas plumave në parlament. Se mama jote ngeli shtatzan mbas plagosjes. Mbas plagosjes, thotë është dhurat nga Zoti mas plumave në parlament, edhe çfarë jetë, mos e la amanet edhe mamit që mos ta shikonte deri ditën që unë linda, domethënë. Mama nuk e dinte se. Jo, absolutisht nuk e dinte. Çfarë thua? Thjesht kur ngelim nëna ime shtatzan, babi ishte duke qenë se ishte tip, domethënë, aq sa ishte serioz në politikë, aq ishte edhe karizmatik. E di, humoriste. Humoriste jashtëzakonshëm, edhe nga smote Kirin me Rudinën, i thonte që tash sjeni më ju të parët, tash është dikush tjetër. Edhe këto qanë në bërtistin, i thoshin kush është? E thota e le tani, thotë tani ka ardhur dikush tjetër. Edhe i tregote nga Fatmira që ishte shtatzan. Megjithatë, unë e kam thënë një ditë Rudinën se kam dëgjuar ndonjëherë, tha, ai kur betohesh në rreth shumë të ngushtë, për Rudinën betohesh. Nëse vi keq Kirit, ti jo se ti do të thonë nuk ai betohesh për Rudinën.
Nuk e dia, më tha Rudina, unë e kam dëgjuar vetë me vesh e mi, i thash. Nuk e kam me të dy të tretë. Ai i thashë për kryte e Rudinës, thashtë. Ashtu është. Edhe, që du të them përmend, betimin që e bëri, po them, në rrëmujën më të madhe kur studentët u konfuzon, ai zuri be Rudinën dhe më pas edhe Kirin që nuk do i tradhonte që studentët e besojnë. Ky është një moment shumë i rëndësishëm, gjithë ata që na ndjekin dhe bëre shumë mirë që e the këtë, sepse betimi që ka bërë Azem Majdari në dhjetor të 90-s përpara studentëve ishte për fëmijët. Ishte për fëmijët, po. Ja, ishte për fëmijët. Më duke qenë se ishte pak më i madh se tjerët, sepse shkoi vonë, ishte 27 vjeç. Shkoi vonë, u vishte serioze kështu dhe ishte pak më i madh babai, po them, edhe tjerët nuk ishin, po them, ishin bërë gjithë me fëmijë dhe kur i la garanci fëmijët, duke thënë zuri Berudinën, po themi, apo Kirin, ishte diçka shtangse për studentët. Gjithë ata, më them, me sa njëja unë, e kuptoja unë, ai dhe 20 vjeç të ishe, prap njësoj do e bënda atë punë. Po, më thënë, diçka dhe më thënë, dhunti nga Zoti, ka qenë komplet misionar, po. Foto tjetër. Këtu është Azemi në Tropoj. Po, në Tropoj. Këtu duhet jetë shumë i vogël, po themi 14 vjeç, 15 vjeç, ha? Po, ka goxha i ri dhe po ta shikosh është, domethënë, duket i brisht. Jo, duket natyra vet, po them çapkën. Jo çapkën nuk e, po këtë në trup i brisht, jo i fortë, jo, se ai ishte marrë me mundje. Këtu është goxha i vogël. Këtu është pak para se të hyjë të merresh me mundje. Edhe unë kam trashëguar pjesën e mundjes, domethënë. Tani na tregoj çik këtë, tani Azemi ishte mundur. Po që duket, po ta shikosh, si duket ajo trimëria vet edhe ajo vendosmëria vet. Shikon këtu që këtu i ngjan më shumë masi se sa babit? Ja, këtu të shikoj unë. Si këtu si Azemi. Të nxjerr foto tjetër të Fatmirës do të them. Unë ta thash i pari që më fuqin gjë më mas më shumë. Tani, na trego pak për veten tënde këtë që i ke trashëguar Azemi si mundës. Azemi arriti ka bërë shumë fitore si mundës. Duke marrë parasysh këtë gjë, domethënë kishim te tema fundit që po them gjithë më thonë se një babi dhe duke si pasojë kësaj më thonë edhe ti e ke filluar mundjen nga babi ose kështu. Faktikisht kur unë kam filluar mundjen, më thënë pothuajse nuk e dia fare që babi ka bërë mundje, se nuk i kishin folë ne për atë. Se mami e shmangta atë pjesë, nuk doja që të hyja në sportin e mundjes, se mendonte që ndoshta me vërtet fito disiplinë, por mund të bësh pak agresiv, mund të dëmtohesh, mund të Sa vjeç ishe? Më kam qenë mjaft i ri, domethënë, kam hyrë për të parë 13 vjeç, kam bërë deri 15, pastaj kam hyrë prapë në adoleshent 17-18 vjeç deri Me kë ekip? Fillim kam filluar me Partizanin në mundje klasike, ku ka qenë Partizani, pastaj u mbyll Partizani. Edhe tani jam me Tiranën me ekipin profesionist kombëtar, domethënë. Për mundje gjithmonë. Po, për mundje. Çfarë mundje? Mundje lirë, pesha 97 kg. Ti je 97 kg? Po, unë jam më shumë tani, jam 105, po 105, po kur bëhet ndeshje të bie 97 kg. Po se janë ato të peshave. Tani, sa fitore ka arritur? Sa fitore ka arritur mundi? Unë kam arritur domethënë në vendin e dytë edhe tretë në Shqipëri, domethënë i bie medalje bronzi dhe medalje argjendi, po themi, vend dytë dhe tretë kam dalë. Vendin e parë nuk kam dalë. Nuk e dal. Jo, po punoj fort që të dalë, duke qenë se kam dhënë angazhim. Kur e ke ndeshën të vi unë të ndjek si tifoz? Për momentin sa u mbyllën kampionatet, nuk mora dot pjesë për shkak të dëmtimit, kam marrë vetëm te kampionatet. Dëmtove në stërvitje? Pataj problem me gjunjën, faktikisht në stërvitje, se ne bëjmë gjë stërvitje intensive. Po kur do të je përplasur të gjurin në tokë? Po, gjatë stërvitjes, por domethënë çdo kampionat tjetër kam marrë pjesë kombëtar, jo ndërkombëtar, se ndërkombëtar nuk kam marrë pjesë. E synon ndërkombëtar? Nuk e synoj sepse mendoj që kombëtar është mjaftueshëm dhe mendoj që do e fitoj. Pse duke qenë se kam dhënë angazhime të tjera të punës, edhe më pengojnë pak me kohën për me dhënë dedikimin e duhur. Do të pyesë për punën, por më bëj një premtim që kur të kesh një ndeshje, do më lajmërosh, më të çoj mesazh dhe do vi të ndjek. Patjetër që po. Do vi të ndjek atje. Patjetër. Do ishte një gjë shumë. Pa erdhë ti do fitojmë më tjetër. E bukur kjo. Po Azemi me kë ekip? Me Valbonën. Interesante, babi bënte në Tropoj, pastaj pati një periudhë që merrte motorin për ditë, shkonte në Kukës për të bërë mundje, sepse Kuksi ka qenë në zhvillim. Kampion. Po, kampion, edhe domethënë dy gjëra që më men nga babi, domethënë që më kanë thënë familja. Kanë qenë domethënë se sa lëvizshëm ishte ai për të arritur objektivat e veta, qoftë familjare, qoftë personale. Pse? Këtë ishte nga Tropoja duke shkuar në Kukës pothuajse për ditë me motor për të shkuar për të bërë mundje, dhe këtë kur ishte në ushtri aratisësh e mxefta skalote gardën çdo natë për të shkuar për të taku gruan e vet, mamin tim, për ta puth, për të përqafuar, për të net me të, edhe për të kthyer. Ushtrin ku e bëri Azemi?
Ushtrinë e ka bërë në, nuk jam shumë i sigurt, domethënë po më veri, nuk jam shumë i sigurt. Po. E di çam kujtove kur bënin prokurorët e timet për Azem Ajdarin, sa i kishte disa çështje para se të vritej. Dhe një prokuror që ka bërë bisedë, the di çam. Edhe unë pyesja si gazetar, kjo çështje, kjo detaj. Gjërat normale. Energji